Një nën e moshuar në Kosovë, pas luftës, gjeti në rënojat e shtëpisë një copë letër. Ishte shkrimi i djalit të saj, që kishte rënë në front. Nën, nëse më gjen ndonjëherë, më kujto me buzëqeshje. Mos qaj, sepse unë s'kam vdekur. Unë jam në çdo frymë lirie që ti merr. Ajo e ruajti atë letër në gjoks, çdo ditë, për vite të tëra. Dhe çdo mëngjes, kur ngrohej dielli, përshpëriste. Të ndiej, bir. Të ndiej. Por jeta nuk ishte më e njëjtë. Çdo ditë ajo dilte para shtëpisë së shkatëruar. Shikonte malin dhe fliste sikur ai ta dëgjonte. Bir, e di që më sheh. E di që fryma jote endet këtu. Një ditë, një djalosh i vogël i fshatit ju afrua. Nën, pse flet vetëm? E pyeti. Ajo buzëqeshi, sepse ndonjëherë fëmijë, ata që si shohim, jam më afër se ata që i kemi pranë. Vitet kaluan. Letra u zverdh, letra u hollua, por ajo se hodhi kur. Kur u sëmur dhe ndjeu fundin afër, ja dha letrën po atij djaloshi. Tashmë burr. Ruaje këtë, i tha. Është mësimi i fundit që më dha biri im, se liria, jeta dhe dashuria nuk vdesin kur, vetëm ndëron frymën e tyre. Në mëngjesin që ajo u nda nga jeta, dielli ndriti më i butë se zakonisht. Era fryu lehtë dhe letra e djalit ra nga dritarja. U ngrit nga ajri dhe u ul mbi tokën e gjelbër, sikur të kthehej në vendin ku ai kishte rënë. Dhe fshatarët betohen se atë ditë, në ajër, dëgjohej një zë i ngrohtë që përshpëriste. Të ndiej, nën. Të ndiej.